Për mu një burë, quhet një mashkull i rritën, i cili ka karakter, është i pjekën, më bon fjallën, më bon familje, po kove të fundit, për me ka ndryshu pak standardet edhe të burrave, e vërtet shpëthet edhe kolegja që po përfshirë ma shumë mënyrë emocionale në familje, që është shumë e mirë, po pak edhe po përfshirë mënyrë emocionale dhe në sene tjera, që menoj pak nuk ju ka hije. Në cilat gjona, për shembull? Po, për shembull, s'po dim, përgjithësi, djam t'ja ka nisë më bo shumë emocional, se pe tërheku komplet ka pjesa e familjes është shumë sa një mirë, më morë me familje tone komplet, po shumë burra ose djem, në ditë sotit, tash ajo lafi që po thunë ajo mbo si princesha, po presin ma shumë për femnave, jënë bot pa besë, shumica për djemve nuk punojnë vetë, i kanë t'gashme prej babalarve tënve, që qaj e pi dhe me lavë me një farë fjole, edhe që i hekë për terme dë burë, si pas menimit e. Po menojnë falë, ta është ta më përshit të kjo pjesa, që është po thojnë ta është... Trit, na. Burat këti nëherë kam prit grunë më dalë të dera mja shik pucat kur ka ardhë, e ta është burat s'po kalzojnë kur po vinë se po kanë më fshi mesazhat e dera, para se me i.